Mirë mbrëma miqtë e mi të YouTube-it. Sot do të tregoj një grafik tjetër ose masat e trikove të bebeve ose dhe të rriturve, të cilët punojnë me grep. Se kam shumë pyetje, shumë më kërkojnë ato grafikët ose masat e trikove. Edhe unë i kam shpjeguar, si që thashtë në video në radhës, ato që kam punuar me shtiza, i kam bërë dhe me grep. Atëre, tu kam masat nga 0 në 3 muaj, nga 4 në 8 muaj, nga 8 muaj deri në një 12 muaj ose një vjeç. Pastaj kam 1 deri në 2 vjeç, 3 deri në 4, 5 deri në 6 dhe 7 deri në 8 vjeç. Atë këto janë gjithë masat që i kam. Për ta kuptuar. Atëre, i kam shënuar një kështu në këto, 10 syçka ose 10 syçka i them. Është gjoksi. 1 është shtesa, edhe i bjen 1 shtesë është nga gjoksi, që bëhet 11, dhe 1 shtesë vjen nga krau, që është 12. Dhe do shtet një mbushje këtu, një mbushje këtu, do bën një mbushje, një zinxhir, edhe një mbushje. Do të thonë një i bie këtej, një është këteja. Prandaj thot 1. Kurizi është 20, edhe këtu do shtohet kurizi. 1 nga ana e mëngës, siç u shtua këtu te gjoksi dhe te mënga, shtohet edhe këtu. Krau dhe te kurizi. Te kurizi dhe te krau. Prandaj thot 1 këtu. Të shtohet nga 1, nuk shtohet nga 2. Dhe për foshnjët që janë 0 deri në 3 muaj, është me 68 syçka. Për bebet 4 deri në 8 muaj është 84. Për bebet nga 8 deri në 1 vjeç është 94. Besoj se i shikoni. Nëse nuk i kuptoni më pyesni. Po megjithatë, unë e kam bërë një komplet me grep, edhe aty e kam treguar se si bëhet shtesa te gjoksi, te krau, te kurizi, edhe fillon prap. Krau, gjoksi, edhe ecën drejt. Atëherë, masa nga 1 vjeç deri në 2 vjeç është me 104, 3 vjeç deri në 4 vjeç është 128, komplet zinxhiri, 5 deri në 6 është 140, 7 deri në 8 vjeç është 154. Pra, edhe kjo, siç u thash dhe më përpara, në qoftë se nuk do të kuptoni këtë njëshin, unë e kam shpjeguar dhe njëshi është shtesa. Bëhet një shtesë, një zinxhir bëhet një shtesë. E pastaj punohet. Domethënë gjoksi, krau, kurizi, vjen prap gjoksi, dhe krau edhe gjoksi këtu te 10. Domethënë gjokset janë nga 10, kraut janë nga 12, kurizi është 20. Edhe pastaj vjen duke u shtuar mbas muajve, shtohen këto nga 20 është bërë 26, nga 26 është bërë 34, 38, 46, 52, 56, edhe shumë radhë vin këto. Për ta parë çik më mirë, ja e kemi këtu një si grafik që e kam bërë vetëm këtu, por shumë zë se kemi bërë, kemi marrë të parë me 3 muaj. Këtu është bërë gjoksi, krau, kurizi. Prap krau, edhe gjoksi këtu që është me 10. Atëre, këtu në qoshe, kemi bërë 10, edhe kemi shtuar 1. Kemi bërë një zinxhir këtu, kemi bërë shtesën prap këtu, edhe kena bërë kraun. Domethënë gjoksi ishte me 10 dhe del 11, kurizi është me 12, dhe shkon 13 me 14, se të shtohet edhe këtu sipër në kufi me kurizin. Krahat shtohen edhe nga gjoksi edhe nga kurizi. Atëre, ju do thoni që deri kur vazhdon kjo shtesa.
se disa nuk e kam kuptuar mirë. Shtesa vazhdon deri te sqetulla. Nuk mund ta vazhdosh deri më poshtë. Deri te ku vjen sqetulla, deri aty do bëhet shtesa. Se nuk mund ta bësh as më lart dhe as më poshtë. Shtesën. Shtesa do çdo triko. Edhe nëse fillon një triko nga poshtë, edhe nëse fillon nga lart. Shtesa do vi deri tek sqetulla. Në qoftë se ajo do filloj nga poshtë, vjen duke e ngrënë. Kur e fillon nga lart, vjen duke e shtuar. Unë i kam bërë të dyja, edhe nga poshtë edhe nga lart. Shtesat, por kanë dalë shumë bukur. Por që mua më pëlqen më shumë, ti bëj me nga lart. Edhe këto me grep, edhe këto me shtiza. Prandaj, të gjithë ju që i kërkoni grafikët ose masat e trikove nga moshat të ndryshme, mos përtoni, i hapni, i keni të gjitha në YouTube. Ja kam thënë gjithmonë që i keni të shpjeguara të gjitha dhe i keni të gjitha me video. Edhe këto që kam bërë me grep, tash këto masat e kësaj me grep, edhe aty shikoni, në qoftë se nuk e kuptoni kështu, ose grafikon që ja u tregova, për shembull, ja ku e keni këtu. E kam shpjeguar dhe kam bërë një komplet për bebe me grep, e kam bërë për besën time. Pra, kjo ishte dhe video e radhës, të cilën doja t'ja u tregoja, masat që ja ku i keni që të gjitha, edhe me grep, edhe me shtiza, e kam videon që hodha para 2 ditësh, i keni të gjitha aty. Edhe në qoftë nuk kuptoni, ju më pyesni prap, unë nuk përtoj, unë t'ja u kthej përgjigjen. Ju falenderoj shumë që ju ndiqni videot e mia, bëni pëlqime dhe komente. Edhe të gjitha që janë të nënshkruar, ju ftoj shumë të bëni të shikoni videot e mia se keni video shumë interesante. Është një punë dore që unë kam më të them 60 vjet që e bëj, se kam filluar që në moshën 9 vjeçe. Dhe akoma vazhdoj dhe punoj dhe me shtiza dhe me grep. E kam pasion. Prandaj ju them dhe juve, për çdo problem, për çdo gjë që të keni, më shkruani në koment. Mirupafshim dhe mirë dëgjofshim në videot e radhës me modele tjera.